akti i ekzekutimit të karikaturistëve të Charlie Hebdo's nuk është një ngjyrësh, është i komplikuar. Ai do të duhet të flitet më tej dhe do të flitet sot në njërin prej emisarëve modern të rëndësishëm të fesë islame në Shqipëri, pikërisht drejtorit të mesazhit islam brenda komunitetit, Elvis Naçi. Elvis, mirë se erdhe. Dhe të falenderoj shumë që ti vjen për të folur me mua në një moment kur do të më duhet mua të bëj një pyetje të parë në frëngjisht. Vuzet, Charlie? Do me thënë, je dhe ti Charlie, apo është shumë të kërkojë unë ty tani? Jo, së thoja shumë, po Charlie nuk besoj se duhet sqaruar se çfarë është. Nëse themi Charlie dhe kemi parasysh karikaturat ndaj profetëve, unë nuk jam. Nëse kemi parasysh në parim dhe në përgjithsisht fjalën e lirë, unë jam. Por në fakt vis, mund të konsiderohet e tepërt, jo domosdoshmërisht duke e parë me inatin që vetë religioni e armatos njeriu nga njerë kur ka revoltën, por zhvishemi nga çdo lloj pozicioni, ishte e tepërt ajo që Charlie Hebdo bëri me pamjen e profetit? Sipas kulturës franceze të Voltairit, jo. Sipas teologjisë islame, duke qenë se profeti Muhammed është në trekëndshin e artë islam, pra është Zoti, Kurani, teoria dhe praktika është profeti Muhammed. Normal që çdo musliman, në shumë muslimanët e botës, pretendohet që janë 1,5 miliard deri në 2 miliard njerëz, nuk ndjehet mirë. Në një prani që ti patë në televizion këto ditë, u shprehe ose të paktën u kuptua në një sens brenda linjave të fjalës tënde që ky është edhe një atentat që i bëhet vetë islamit në një sens. Kjo ngjarje, sepse automatikisht e vendos atë në një pozicion tashti ku e shohin sjelljen e çdo muslimani në botë me një lup, apo jo, është kështu? Hadi, ishim mirë. Ishim mirë, unë kur e mora vesh lajmin isha duke lozë me fëmijët. Çfarë ndodh, Elvis, me muslimanin e zakonshëm shqiptar? Është ai i qetë? Është nën presion? Mbas kësaj ngjarje nuk është i qetë. Dhe unë kërkoj falje që këto ditë kam dalë më shumë se ç'duhet media, se kam nga parimet e mia që do një gradualitet dhe një har kohor që njeriu të jetë prezent në medium përveç rastit të gazetarëve që duhet të jenë. Pra kërkoj falje sepse njeriu sado i zgjuar të jetë ka një kufi. Por këto ditë kam marrë një iniciativë institucionale dhe shpirtërore, sepse ne në këto çaste duhet dalim, duhet të sqarojmë njerëzit musliman, jo musliman, dhe popullin tonë që kjo është e vërteta. Dhe me thënë të drejtën, muslimanët në një emision që unë e postova dhe në Facebook që thash do të jem, do të flas për islamin që ne e kemi pranuar me dëshirë, që është i paqshëm, jo i dhunshëm, altruist, ashtu siç është realisht. Siç e kemi kuptuar ne, prandaj kemi pranuar, sepse edhe ne jam të Tiranës ishim, i dishim dhe vesën dhe gjërat, nuk është se na imponoi dikush. Pra, ky vizion dhe kjo dituri dhe ky lloj kuptimi i islamit, pra që është paqe, është mirësi, është moral dhe çon njeriu në progres dhe jo në regres, kjo na bëri që ta pranojmë. Dhe ajo kërkesa më e madhe që ishte nga shumë muslimanë ishte të lutem shpjegoja njerëzve islamin e vërtet. Islamin ato që e kam pranuar me koshiencë, kam pranuar islamin shqiptar të paqshëm, pra islamin universal, po si shqiptar të paqshëm, larg dhunës dhe që duan të kontribuojnë për shoqërinë. Unë këtë e pranoj plotësisht, thënë nga ju. Ka një ndjeshmëri, ka një ndjesi, ka një perceptim se muslimanit, jo vetëm shqiptar, por në botë, feja e tij i kërkon më shumë se sa njeriu mund të mbajë. Dhe nuk e di kush nga analistët tanë, të cilët unë i respektoj, tani tha që muslimani ka frikë nga feja e vet, në një sens. Tashi, unë nuk duhet të të bëj pyetjen ty, a ndodh kjo, se kjo është e pacip nga ana ime, jo, po. Jo, s'është fare. Ka vend për të patur ne këtë frikë? Ne duhet të jemi të hapur. Është një përgjigje që i ka të dyja brenda, që do thotë, gjëja që e kërkon me ngulm shumë, që pa atë nuk ke asnjë lloj pasaporte besimi. Është që
të thuash ky univers ka një autor. Këtë e kërkon me ngulm. Kurse pastaj gjatë rrugës është një karvan i gjatë parimesh morale që njeriu në mënyrë graduale duhet të arrijë këto. Për shembull, kur është përkufizuar se unë e kam ti më shumë se unë që të përkufizosh diçka me sa më pak fjalë, kjo është mrekullia. Dhe kur e pyetëm bashkëshortën e profetit Muhammed si ishte ai gjenerata që erdhi, tha Kur'an që ecte mbi tokë. Që do të thotë, atë që nuk ka kompromis është që njeriu të vendosi një autor për këtë univers. Kjo sa është fetare është dhe logjike. Dhe në të njëjtën kohë të pranoj që këto përkëdhelje mirësisht që ai ka, nga mendimi, dëgjimi, duart, këmbët, e me radhë nënën dhe babain, vllajën dhe motrën, çdo gjë që na rrethon, ushqimet edhe pijet, që ne i kemi përditshme, shpesh herë themi janë pa autor, këtu s'ka kompromis dhe këtë e kërkon me ngulm tek çdo njeri. Pastaj karvani i parimeve që ka, këtu është një det që mund të notojmë gjithë. Ti the që kishe bërë një prani të shtuar gazetareske gjatë kësaj kohe mbas ngjarjes së Charlie Hebdo's. Çfarë dëshiron të shpëtosh ti? Në kuptimin çfarë dëshiron të shmangësh? Çfarë të shqetëson ty që e ke shtuar këtë periudhë pranin në gazetari, në televizion e në radio? Gjëja e parë është ai misioni që e kemi të gjithë, është që sqarimi. Të sqarojmë se çfarë ishte ngjarja që ndodhi dhe ku është e vërteta në raport me fenë islame. Se ne thamë që mbas kësaj ngjarje apo mbas 11 shatorit lindin keq kuptime. Fjalën e tyre e kanë thënë shumë intelektual dhe akademik musliman, e ka thënë presidenti i Amerikës, kancelare Merkel e me radhë, që ne i kemi dëgjuar, që kanë bërë një ndarje. Këto kanë ndërtuar ndërtesën, kurse unë po e lyej tani. Dhe po them dhe unë mesazhin tim, dhe kjo është qëllimi kryesor. Që njerëzit mos të tremben nga feja islame. Feja islame nuk është vrasje, hedhje bombash dhe shkatrim, por është shpëtimi i jetës. Është altruizëm, për atë që e kupton drejt dhe për shembull para se të ndodhi kjo ngjarje, do të them vetëm një shembull. Unë pash një emision dhe disa miq dhe bëm një thirrje në gjitha xhamiat e Tiranës për një set aparatesh për në spitalin shtetëror për fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç që kanë probleme në zemër. Dhe fatmirësisht u bën 16.000 euro dhe u blej ky set i cili do të jetë për ndërhyrjet kirurgjikale për fëmijën që është dhurata më e madhe e Zotit dhe imagjino ta gjesh atë me problem zemër. Kjo është ajo që ne kemi lexuar, kemi besuar dhe duam ta implementojmë. Nuk themi se jemi engjëj, po as djaj siç duan të na shikojnë, jo. Dhe pastaj të gjithë së bashku, ashtu të lidhur duar për duar me njëri tjetrin, njerëzit e mençur, të vizionit, të paqes, mos lejojnë askënd t'ia prishi këtë lumturi dhe këtë harmoni dhe këtë jetë që neve po e gëzojmë, kemi shumë për të përmirësuar, do të luftojmë shumë që neve të jetojmë në një vend të këndshëm, dhe pse jo në mënyrë graduale, me njerëz vizionar dhe të mençur dhe shpirt mirë, ta bëjmë Shqipërinë sfisrën e dytë. Tani e kuptoj çfarë ndodh në seancat e të folurit në xhamin në xhamit ku ti dhe bëjmë një kënaqësi të madhe. Bën punën tënde të madhe. Të falenderoj me gjithë zemër. Ishte kënaqësi. Ishe këtu me ne.